Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. Hello, leta nisim këtë videon sot. Me ne në makinë, mua dhe Solian, po presim gjikun me Lelën. Ka shkuar të marrë të kita gjiku Lelën. Edhe do ikim, do dalim, do shkojmë në qendër tregtare, se do të blejmë. Duhet të blejmë këpucë për Lelën, atlete. Edhe duhet të bëjmë foto për pasaport për Lelën, sepse në një distancë shumë të shkurtër kohore arritëm të kapim një termin për tek ambasada në Hanover. Atje do bëjmë tek ambasada italiane që të bëjmë pasaportën e Lelës, sepse Lela ka pasaport italiane. Unë dhe Solea jemi ende shqiptare. Unë e kam në proces, ndërsa Solea është totalisht shqiptare, sepse nuk arriti dot ta kishte, është një histori e gjatë, e kam thënë në një video tjetër. Po që ky është plani për sot, ja po vin. Na ka prish koha totalisht sot, është më ftohtë, u kthem të bluzët e leshit, të trikot e leshit. Erdhi Leila, mami. Leila, si Leila? Po, super. Kemi ardhur këtu te TK Maxi dhe po kërkojmë këpucë për Leilën, dhe kemi gjetë gjatë. Janë 3 palë që do t'i marrim. Se na është rritur këmba. Pa, shumë të bukura, më pëlqejnë. Po këtë bukuroshet këtu. Video. Questo è un fiore rosa, babi. Guardiamolo qui. Wow. Sarà buonissimo. Cosa farà qui adesso, secondo te? Un fiore. Ah, sta facendo la forma del fiore. Guarda un po'. Leila na kërkoi një cherry në formë lulje, ngjyrë roz. Tani ta shikojmë. Zucchero filato. Lok sheqeri quhen shqip. Tani ta shikojmë se çfarë do na dalë. Che grande. Abbi, sa dark ti mo Leila? È forma di fiore. Sì. Ma quello. Se ci che pung shumë mami. Lo voglio provare. Guarda, adesso sta facendo la forma del fiore, guarda. No. E adesso? Wow. Ma è enorme! Lele, ma riesci a finirlo questo? Mamma. No, papà. Papà non può. Di cosa? Dai, te la devo dare. Oh mio Dio, Lela te lo sta dando. Va. Eccolo. Ce la fai? Da cap mami? Capi babi. Oh mio Dio. Questa è per lì. Ma cosa stai dicendo? Questo è Con bellissimo. le mani, così c'è. Così. Lela, ma che cos'è? Oh. Kemi ardhur te Baby Vals tani që të shikojmë për një maxi cozy për Leilën. Shpejt, sepse nuk kemi kohë. Ikëm dhe tek një turk, morëm djath. Morëm edhe 2 nga këto rifët për pilaf. Unë jam këtu dhe po faj ftohtit. Ishim te Rossmann, mora ujë për Solean. Morëm këtë te Rossmann, morëm edhe një thjerza. Mora këtë, ishte me ujë, mora këto, pastaj mora dhe këto, po që sa herë që i marr, pastaj pendohem se i hishet kjo edhe thahen, shkojnë kot, më mirë merr ato që kanë ato
plastikën, kapakun plastik, e di që rrinë të buta ato dhe nuk prishen. Mora pastaj këtë, prap të Rossmann. Kërkova për setin për highlights, por nuk e gjeta se duhet marrë një tjetër që t'i theksoj më shumë. Sepse duket, unë i dalloj ndryshimin, por duke qenë se është flokë kaçurrel, kamuflohet më shumë fije dhe nuk duken shumë, i duhet pak më të theksuar. Këpucët që morëm tek Lila, i morëm tek TK Maxx, me ngjitse se ti ketë shumë kollaj për t'i vesh, një pali veshi, këto kushton pak më shumë të 34-35, ato tjerat të 14-15, jo ndonjë markush e di, po ti ketë kështu si për përdita për ndres, edhe këto me bluin për në shtëpi, kështu shapta për në shtëpi, dhe të TK Maxx morëm edhe këtë tiganin në vockël, e dua që ta kem për vezë, për bëj diçka të vogël, të ngroh diçka, mos marr tiganin e madh, sepse nuk e kisha një kaq të vogël, e kam pas dikur nga ato që gërvishen edhe e kam hedh se nuk dua t'i mbaj ato. Edhe, okay, morëm një si kjo. Tani, duhet ta vendos se çfarë do bëj për darkë, edhe jam goxha vonë, që kështu do iki të përshëndrohem dhe të zgjidh problemin tim që është darka për momentin. Në gjysmë ore kohë arrita të bëj një supë me thjerza, torator me kos e vezë, kemi pak oriz nga tjes, po e tregoj se është shumë i bukur, po që është thjesht oriz, pilaf, edhe një sallatë. Gocat, megjithse Leila i ha dhe sallatat, po që Solia do ha gjillën me thjerza edhe me oriz. I kam hedhur edhe 2 lugë bolognese kështu sa për ngjyrë dhe duket ka edhe pak mish. Besoj që gjella me thjerza është shpëtim. Kur nuk keni çfarë të bëni, kam hedh një presh, një pras, 2 karrota, patate edhe çfarë hodha tjetër unë, thjerzat. Thjerzat zihen për 10 minuta maksimumi, edhe e gjitha kjo, domethënë për çerekore, ishte gati. Edhe nga dita tjetër, neve kemi dalë. Kemi ardhur në qendër tregtare, kemi Lelushin. Prap në qendër tregtare ne, nga që nuk gjetëm ato që bën fotot e tjetra, edhe erdhëm këtu. Sot na doli dielli prap, edhe super, se u mësum keq tani me diellin këtu në Gjermani, edhe dje që ishte kështu si vranët, po na kapte depresioni. Hajde Leila. Këto që kanë shumë të bukura. Si këto duan të mbjellim të shtëpia ne. Po, duken si të pavërteta, po janë të vërteta. Foto të bëm, me Soli tani jemi këtu te DM-ja, të marrim ca gjëra që na duhen. Ne erdhëm në shtëpi, edhe tash t'ju tregoj shpejt se ç'a mora. Mora këtë me sfungjer, mora një zbutës, kjo është i preferuar im në absolut. Mora këtë që si e kam provuar asnjëherë Leilës, po mami? Guarda, quasi finito! Brava. Shko që kam blej këto për Leilën, bashkë me dentifriçës. Po, shumë e bukur dhe kjo. Kam për Leilën. Merë mami, kjo është e jotja. Për vete jam furça. Morëm këto për ato elektrike, sepse kemi elektrik. Mora një nga kjo marmelata me shtyve, një krem tjetër për kështu. Okej. Pastaj mora këto për flokët e mia, sepse dua të bëj akoma më shumë fije, të jem pak më të theksuara. Edhe këtë do provoj këtë si boj. Duke qenë se kushton të shumë lirë njerëz, e kam përdorur edhe herë tjera. Kjo është vanilja, blonde vanilja. Kemi një shishe ujë për gocë, edhe gjithashtu mora këto çorapet për Solia, që kushtonin 3 euro nga, sa ka qenë kjo? 6, 2,95 nga 5,95. Për këtë stinën kështu, pa lastik të fort, një palë, të tjerat janë kështu, dhe gjithmonë nuk është se kanë lastik super të fort. Edhe këto, ju në fakt nuk është se keni parë ndonjëherë këtë kuzhinën time, po që këtu kemi bërë këtë vendin që kemi fut gjitha këto gjërat brenda dhe na ka mbledh shumë rëmuja nga kuzhina. Të mos e shikoni si që nga gjithë gishta e shkreta, sepse del 300 herë. Hello. E dini ju ku jemi ne?
Lela, ku jemi ne, mami? Ku jemi ne? Ka Shqipëria. Ke Shqipëria? Nuk jemi ke Shqipëria. Jemi ke konsulata italiane për pasaportën e Lelës. E kuptuat besoj. Do ta bëjmë që do t'i injoroni të gjitha rrëmujat mbrapa. Unë po këputem kështu që t'i mbuloj, po në të vërtet do rri drejt. Sepse kështu janë njerëz, edhe thjesht doja t'u flisja se për ndryshe nuk du të flisja fare sot. Sot na ka ardhur dimri totalisht, nuk kemi dalë fare, është të shtunë, koha është kështu shumë e shëmtuar. Më shikoni mu pak të ftylluar sepse kam drejtuar flokët, më bën 2 ditë tashmë, nesër do t'i laj, por me njetin që do t'i bëj fije tjera, se kam marrë boj tjetër, e keni parë besoj tani. Edhe kam më të thjeshtë në qoftë se do t'i kem të drejta, që të shikoj tamam se ku do t'i bëj fijet, jo si herën tjetër që ishte kështu eksperiment, tani jam pak më e qartë se si duhet veproj, edhe thash okay. Po bëj një tort me moll, prandaj thash edhe po e hap video. Tani isha filmova pak, një video që nuk e di ka dalë apo s'ka dalë, po që do ta shikoni. Është me disa produkte për temën që kemi marrë, është shumë interesante sepse janë gjithë produkte për shtëpi. Asnjë produkt për veten time, për shpirtin tim, do vi një video tjetër për këtë, se nuk kam lënë pa gjë. Edhe kjo ishte për shtëpinë sepse duhet të shkoj përpara me disa rinovime. Edhe kështu. Tani po bëj një tort me moll sepse kisha moll aty që po më kalben, edhe me siguri dhe ju ndodh që të keni moll, dhe torta që ju rrin aty kota kam fjalën, që janë gati për të kalbur, mos i lini, i merrni, i bëni në kubik, disi të holl, edhe lini një kokër, besoj një kokër e pak, e prisni pastaj me feta të holla, edhe bëni një tort me moll. Është shumë e thjeshtë, nuk do as mikser, nuk do as gjë, thjesht i fusni një 3 vezë aty, kos. Unë e bëj pak gjallë, pak vaj, edhe del super. Fryrës normalisht, mund t'i hidhni dhe arra, apo çfarë të doni ju. Edhe kjo është, nuk e përmenda sheqerin, se unë zakonisht nuk i hedh sheqer ëmbëlsirave, i hedh mjalt. Nuk besoj se do t'i jap solea si kjo, prandaj me shumë mundësi mund edhe t'i hedh mjalt. Solea të haj ato gjërat e veta që kapet në grën, kjo është për ne të tjerët. Edhe kështu, është shumë e thjesht, edhe zakonisht i pëlqen të gjithëve, edhe të mëdhejve edhe të vegjëlve, që kështu provojeni nëse nuk keni provuar ndonjëherë, sepse torta me moll është një klasike që her pas here duhet ta bëjmë, sepse është shumë e mirë, shumë e shpejtë. Mund të jepni fëmijëve për shembull me vete edhe si ushqim për mëngjes, për në shkollë, për merenda. Apo s'funksionon më kështu. Në kohën time merrni me vete. Nuk e di. Nëse kështu mendova unë, dhe thash t'ua tregoj, kam bërë shumë herë. Nuk e di pse kam marrë këtë thikën. Kjo është thika e vetme me këtë bisht, e kemi marrë nga Firenze, po nga mami im nuk e di. Vetëm më shko dora te kjo sepse është ndryshe nga të tjera. Aty kam aty kush e di sa thika të mia, kjo aty më shkon dora te kjo. Ajo ndodh kjo. Që aty ke 1000 thika, jo të shkon dora po te kjo. Nëse kështu, kam marrë këtë tepsin nga IKEA së fundit dhe thash pse mos ta provoj. Praktikisht këtu. Unë mund të përdorja edhe atë mikserin, atë që më ka bler Medina, të e kuptuat vetë për çfarë kam fjalën. Po që mund do t'i bëj këtu shpejt e shpejt, s'do bëj pis shumë enë. Thjesht do t'i fus, këtu kemi 2 a 3 vezë, pse se 3, çëk. Shumë, realisht shumë e thjesht. Vezët, do t'i rah këto me mjaltin, do t'i hedh masat e buta, kos, vaj, gjalp, si thash, do t'i ra këto, pastaj do shtoj miell aq sa të më haj bashkë me fryrësin, sa të më haj masa e lëndët, do t'i hedh mollët brenda edhe pastaj dekori sipër, do ta shikoni. Një trik është kur nuk doni që ta shkrini gjalpin, merende edhe nuk ka nevojë që të rish ta shkrish. Ja dhe ingredientët: vezë, kos, gjalp, kanell, mjalt, vaj, kaq.
mollët, ndërkohë kemi sarile në sfond. Mielin dhe mendova të hedh disa arro. Atëherë dikush ka ardhur që të më ndihmoj. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Lela. E di që je Lela ti. Tani, do më hedhësh çik këtë brenda. Lela e ka mendje të haj lardha dhe moll. Edhe këtu, pa të gjithë. E hedhim gjithë, mami e përzien. Shumë bukur, tani do hedhim miell. Ndihmë se këtu. Ha, hidh pak miell me luk. Mere? Miell ky që na u gjend? Një miell bazik, pa. Do hedhim shumë, mami. Pa frik. Hidhe pa frik. Brava, hidhe. Hidhe nuse pa frik. Mund të ta kishim situr miellin, po që s'kemi nerva, që kështu e hedhim kështu. Jo, hidh, vazhdo. Gjithë? Po, gjithë. Kështu shumë bukur. Nuk e di qa sa luk kemi hedh, po do e shikojmë nga konsistenca. Mami, jo jashtë, këtu brenda. Mami, se ka du të fori. Tra poshtë, tra jashtë. Pa. Basta? Jo, hidh. Hidh, mami, hidh. Them unë stop. Gjithë farina, tutta la farina. Thuet, pa, miell. Thuj pak miell. Gjithë miell. Pa, do hedhe miell. Gjithë miell. Pa, gjif. Në tutta sacchetto dobbiamo. Jo, me zemër jo, si edhe një do hedhësh edhe mjaft. Edhe një. Jashtë. Pa, Jashtë. tani mjaft. Jashtë. Do s'ka problem se merr mami atë, se do shtëpis. Mund t'i hidhni edhe pak një shteo, se e bën brumin më të shkrifët, si ta keni, po që... Po për provoja. Eko këtë, shumë mirë. Provove ti si të duket. Ishte mirë? Pa. Sa sacchetto. Po, shumë e mirë është. Tani do t'i hedhi mollët brenda. Hop. Ja hedhim. Pa. Ha, hedhi ti. Ja, ti giro io. Okej, do t'a përziesh ti, unë do hedh mollët. Ja, kështu ta mbysim me mollë. Per mangiare anche la mela dall'isolona. Ok? Mirë. Devo mangiare Che cosa? l'ananas. Hello nga një ditë tjetër. Tani sa po morëm motrën nga kopshti e do ikim që të marrim vezë. Bremen City. Erdhëm për 2 komisione dhe në Bremen. Na pas ka mungu çik Bremeni, se kush e di sa kishim që nuk vinin. Last stop okulisti. Kështu duket një njeri që sa po ka marrë antibiotik. Është me ethe dhe i dhem çdo gjë. Besoj se do të shihemi pas disa ditëve këtu në vlog. Hello njerëz. Ja ku jemi. U rikthyem pas disa ditëve në vlog. Ka kaluar 3 ditë sot. Unë jam pak më mirë sot, edhe se mund të duket që nuk jam në formën time më të mirë. Jam akoma me antibiotik, se normalisht janë 5 ditë antibiotik. Kam qenë aq keqe që nuk di si t'ua shpjegoj, me ethe, me dhimbje fyti të tmerrshme, jo fyti bajamer, se janë bajame, është një tonsilite. Sa për havale, po që më erdhi diçka, më erdhi një pako. Kjo do t'jetë unboxing më i bukur në botë, sepse është pako nga familja. Ne dim se qa do t'ketë, po që shikoni qa kemi këtu. Këto janë pemë. Tani se qa ishte kjo nuk e di. Kemi fiq njerëz, kemi fiq, oh my god. Të janë me kërkesë speciale nga Lela. Më ka fut mami lavaca. Ja dhe një tjetër për Lelën, që në të vërtet duhet jetë një për Soleja, po që Soleja s'di gjë. Dhe këtu kemi ullim. Kemi. Të tjerat janë ullim. Hello, nga Bajrami jon. Mamma. Ju uroj gëzuar Bajramin të gjithë besimtarëve musliman. Zoti ju pas pranuar gjitha lutjet e ju që keni agjëruar agjërim të pranuar. Lila e stiluar nga vetja vetë. Dhe ja ku jemi, sot është Bajram njerëz,
Dhe ne kemi ardhur në Bremen se në fakt kishim një komision, kishim një takim shumë të rëndësishëm që shkoi shumë mirë. Nuk mund t'ju flas këtu për këtë, por që jemi realisht shumë të lumtur. Edhe në këtë ditë të Bajramit duket sikur Zoti ka dëgjuar lutjet tona. Nuk ka rëndësi, po ta dini që na ka lumturuar shumë dhe shpresoj të gëzoheni për ne. Edhe nuk kam patur mundësi që të përgatis asnjë gjë për këtë Bajram, asnjë gjë, zero me xhufk. Por që do ju dalim që të hajmë diçka jashtë. Në këtë pikë të videos kam dëshirë t'ju tregoj diçka që kemi bërë me gocat. Kemi bërë chipsa në shtëpi sepse kemi marrë një makineri që është shumë praktike për të bërë chipsa, por jo vetëm. E di që ne shqiptarët për shembull kemi edhe mishin e tharë që është diçka që përdoret në kuzhinën tonë. Mendoj më tepër në veri. Unë për shembull nuk e kam përdorur ndonjëherë, po e di që mund të ketë interes. Edhe është kjo makineria që është për të tharë fruta, perime, dhe kjo është arsyeja kryesore për cilën unë e kam marrë, por që mund të thahet edhe mish, thot tek libri. Edhe mendova që është interesante t'ua tregoj. Ne vendosëm që të thanim disa mollë, banane edhe lule shtrydhe, siç e shikoni. I vendos te kjo makineria, e cila është e ndarë me kate, pra çdo katë mund të vendosni një ingredient që ju doni të thani. Ne kemi më shumë qef të thajmë fruta sepse gocat i kanë qef, Leila më së shumti se Solea është ende e vogël, dhe janë një version shumë i shëndetshëm i patatinave. Edhe të them të drejtën, kur shkoni ble në supermarket, sidomos këto lule shtrydhe që janë të preferuara të tona, kushton realisht shumë, që kështu e blejmë makinerinë dhe bëjmë sa të kemi ne qef, sidomos tani që vjen periudha e lule shtrydheve që kanë një çmim të mirë, edhe i merr i thanë dhe i ruan në përqese dhe i ke në shtëpi, e di që i ke bërë nga dora jote dhe i përdor për një kohë të gjatë. Këtu është libri që tregon se çfarë mund të përgatitet. Unë e kam marrë tek Vokion këtë lloj produkti, do t'ju lej linkun poshtë në description box ku mund ta gjeni dhe ju. Këtu pastaj e ndezëm, e lam që të fillonte procesin, nuk ka asnjë gjë të vështirë. Në gjysmë të procesit unë i kontrollova një herë, i hapa për të parë se si ishte. Bananet donin pak më shumë kohë, ndërsa mollët ishin të parat që edhe u thanë, ndoshta sepse ishin edhe poshtë, nuk e di kush ka qenë arsyeja. Edhe i kontrollova, pastaj i lash edhe pak derisa përfundoi procesi, edhe dolën tamam si ato që blihen me pako nëpër dyqane. Leila i pëlqeu shumë, të preferuarat e saj në fakt ishin mollët, nuk e di, i pëlqyen akoma më shumë mollët, pastaj lule shtrydhet dhe bananet, se varet edhe nga gustet e njeriut, po që si ide erdhën krokante. Ne nuk na u prit që t'i linin t'u thanin mirë, po gjithsesi ishin goxha krokante. I provoj edhe Xhiku për të dhënë konfermën e tij që ishin të mira dhe po, ja vlen totalisht. Cin babi. Tani duam na thonin nëse ky është rap, nuk e di se ç'a është. Nisë, ne kemi marrë kafe tona. Edhe kemi po dalë një shëtitje. Cin me kafe. Tani që ngroh koha, do doja që dilim çdo ditë. Sa herë të kemi mundësi, sepse është kaq bukur. Edhe e kemi prit gjithë vitin këtë momentin që të ngrohi koha edhe të dalim shëtitje kështu në natyrë, se për këtë kemi ardhur këtu. Silenzio. I dhe mi mami karotat? Ku po shkon, do ta përkëdhelësh qik? Me kujdes. A i kërkon prap? Nuk ka më thuj. Te ashish. Alles gut. Qa boni këshu? Që bën kali, Soli? Mirë mëngjesi, në këtë pikë të videos doja t'ju tregoja këtë kutinë që ju kam treguar edhe në Instagram, sepse pash e kishte interes, nuk është bashkëpunim, po e theksoj këtë. Është kjo nga Goodie Box, është nga Easter Edition që vinte me 6 produkte plus një shtat. Janë produkte beauty, make-up. Unë në fakt mu donin disa gjëra për make-upin, se pas një viti që nuk lyhem tamam si njeri
se kam Solea, nuk vej foundation e gjëra të as parfume, nuk i vendos fare për shkak se në fillim për gjithë dhënin i dini, domethënë që nuk është mirë të vendosi. Edhe shkova thash do blej diçka tani, hajt se pas një viti ndoshta erdhi momenti im që të kujdesem pak më shumë për vete. Edhe një krem që doja të merrja, hidratues, kam atë të La Roche-Posay që më pëlqen shumë. Po thash të marr një hidratues tjetër, kam vetëm atë dhe mjaft. Për mëngjes, për darkë dhe Larsin, këto 2 produkte kam përdorur gati një vit. Edhe thash okay, të fusim disa gjëra të reja, edhe pash këtë goodie boxin që kushtonte shumë lirë në krahasim me produktet e tjera, merr 20 euro një krem bazik, kjo kushton 22,90 më duket, plus spedicioni diku tek 25 euro dhe ka 6 produkte plus një shtesë ishte dhuratë. Do t'ua tregoj shpejt e shpejt, se nuk është se kam bashkëpunim, ju thash, t'i jap aq shumë rëndësi, po ishte prapë nice që t'i tregoj gjëra, jo vetëm gjëra që kam bashkëpunim, po dhe gjëra të mira që mendoj unë që janë të mira. Edhe, okay, produktet i zgjedhin ato, i kam flokët kështu sepse sapo bëra një dush. Janë ato mëngjeset kur Xhiku është në shtëpi dhe unë mund të zgjohem dhe të shkoj të bëj një dush ashtu siç e dëroj ta bëj çdo ditë, ndërkohë duhet pres kur të më dalë rradha që të bëj një dush. Tem tjetër kjo, po mama do të më kuptojnë. Fillojmë me këtë që ishte një shampoo, një body wash. Është një body wash, është me gel bagno Aluva Toscana. Edhe kur ka fjala Toscana, për mua bëhet i preferuar, i përdora, i kam provu pothuajse të gjitha, që edhe t'ju thoja diçka, një mendim real. Ka njerë tipike këtyre gjërave të Toskanës, mua më pëlqen sepse më kujton Toskanën. Edhe ndjehet. U lava me këtë, edhe kjo është prapë, kjo është një body lotion, një krem trupi, le të them, një locion për trupin. Edhe me çfarë është kjo? Niacinamide, vitamin C, citrus, limon, ka shumë gjëra, është kjo këtu. Unë nuk i njoh fare këto si marka, t'ju them kot. Po që kur shkoni i googlon, ka një çmim goxha të mirë. Këtë e provova. Kjo është për skalpin, për flok me për të sfolu pak skalpin, për nëse keni lëkurën e thatë, nëse keni që ju kruhet, ose nëse keni me vaj. Unë e kam flokun të thatë, sidomos tani pas bojës, floku edhe thatë më tepër. Unë për shembull sot nuk i kam vendos as krem sepse më ka mbaruar kremi, i kam vendos vetëm një si tip musi. Nëse janë të thatë as merret vesh gjë tani, po floku im është goxha fleksibël. Mund t'i vendos edhe pak vaj nga vaji i Soleas edhe do jenë mirë. Ky ishte për skalpin, unë e kam të thatë ndonjëherë, nuk i kam fare me vaj flokët. Nuk ishte ideal për mua në këtë moment, në këtë fazë që jam pasi kam lyer, sepse ta than goxha. Ndërsa ju që keni këto problematika, edhe sidomos ndoshta jo shumë i mirë për floka çurela, por ju që keni flokë të drejta, mendoj që është edhe më mirë, shikoni më shumë efekte. Kishte erë shumë të mirë. Këtë e futa se kjo është maskara, nuk është pakës, është maskara e bojës. Këtë e përdora mbrëmë, e përdora sot. Kjo është një serum hidratant, vjen shumë epikatore dhe kjo ishte shumë mirë. Fytyra ime e thisi direkt si duket kishte nevojë. Edhe ky ishte dhurata ekstra. Ishte produkti i sa i bie tani, i 6, jo, i 7. I 7, se ta 6+1. Edhe ky ishte një hidratues që është për mëngjes për darkë, është thjesht hidratues anti-aging. Edhe këtë, thash okay që ka shumë dens kur e vendosa në fillim, ndërkohë që tani as nuk ndjehet fare e ndryshme, ma thisi fytyra edhe këtë direkt, si duket kam nevojë. Pastaj këtë, kjo është një lip gloss. As këto nuk i njoh fare, po i dëgjova vetëm erën, ka erë shumë mirë. Era është e mirë. Pastaj mund të vendosim edhe këtë. Unë e vendosa kot se nuk do ta vendos se unë du të puth Solean orë minut, edhe me këtë nuk e puth dot. Këtë nuk e kam përdor, do ta përdor tani. Është një pudër kompakte. Nuk përdoret më shumë si iluminant nga ajo që pashu. Edhe vjen kështu. Okej. Mu në fakt, okej. Po. Nuk dallohet besoj, apo dallohet. Është thjesht pudër, është për të fiksuar make-upin,
po që ka pak si shkëlqim, nuk është kështu bazike fare. Të gjejmë pak erën. Së më duket sikur ka erë, ose nuk marrë më vesh unë nga që kam provu gjithë ato erë. Edhe sepse ma mbulon komplet kjo, nuk dje jasë një lloj ere, t'ju gëj një i kot. Edhe kaq, këto. Unë tani do shkoj të bëj një make-up bazik. Edhe do t'la tregoj, do më shikoni pak më si një njeri. Plani është ndoshta që të shkoj të dalim të bëjmë ca foto për pashaport. Nuk më duhet për pashaport, po më duhet për lejen e qëndrimit. Edhe thash, okay, ndoshta është mirë që t'i bëjmë. Ndërsa këtu, që nuk kam të bën fare me këtë beauty boxin, pa tash hajta t'rregoj. Kam marrë këtë që fikson vetullat. Nuk e di, më duk shumë cute. Po do shikoj se si do sillet e vetulla ime. Në qoftë se nuk e thej më pyes, në qoftë se jeni të interesuar. Po ka këtë package-in e ka shumë cute. Edhe mora një kazhal në ngjyrë kafe. Është ky. Do t'i përdor tani dhe do t'i shikoni të bëra. Ika.